Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, që jemi musliman e lavdrojmë vetëm Allahun xhalla xhelalu që më mërit lavdrohet dhe më mërit adhurohet. Subhanahu wa ta'ala. Salavatën të pjaqem selam këtë iftar që e bom këtu në këtë vend. Allah i kabulli e bom ditën e Arafatit që keni agjerua. Edhe haxhive atje në Arafat, Allah i kabulli e bom flutjet të Arafat që i kanë bërë dhe për neve. E kontaktoha me ta me 3-4 vetë për tyne, kanë bërë dua, mashallah. Salavatet pjaqem selam Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Allah i në bom të bashkë për të ndorë për dore me hinë gjennet. Ky ümmet muhabbetet të gjona për në shkurë të shkëm, ky ümmet i Muhammed sallallahu alaihi wasallam e kom fjallën muslimat në përgjithësi ka kriju e burra të çuditshëm. Juve shqiptarë që jeni këtu të vendit të nështë diasporën nuk e keni njohë shumë, ose votën islame shumë jo. 3 shqiptarë kemi ose 4 të cilët i kanë dhënë dritë botës islame, e janë tonët. Ahmed Nasreddin Albani, Abdul Qadir Arnauti, Shoaib Arnauti, Emin Gavoçi, Emin Arnauti, janë drita që i kanë dhënë dritë botës islame, jo shqiptarisë. Shqiptaria i nuk i nje hiç. Tash kanë filluar disa çuna me shkrua për ta diçka. Asaj në gjallë na i kemi injoruar, se komunizmi si ka dashur, jo mi arrestuar, jo mi burgosi. Ata kanë jetuar çfarë që i përmendëm me emër, kanë jetuar të gjithë në Damask të Sirisë. Unë me kam kara për hise para 40 vjetë, kam hangër këpi, plët e beta. Allah i gjenit, i qoftë, Allah i da edhe mu me të në bashkë. Farë burra ka kriju, se tash është një kohë shumë po theksohet në gjumë nacionalizmi. Kombi shqiptar, kombi shqiptar, kombi shqiptar. Nacionin kombi pedini që ka është, para 20 vjetës. Se ka shti kush, i kombi. Muslimant, jo muslimant, muslimant, jo muslimant. Edhe i kom ledhë që shtu në për ka përredzojmë, i kom ledhë 11 personalitete të cilat i kanë dhënë dritë botës islame në moshën 15 vjeç. A ne jemi bo, se ju i një 3, unë jam 70, ku i bëj, shka i kanë bo? 70 vjetë, 50 vjetë, 60 vjetë. Si mos bësh diçka për popull e për ümmet 5-60 vjetë, kur për të vërdo? E për këto që kom jo përmend, për du me rritë kureshtje pak. Edhe pëse nuk jemi në saj moshe. Son të matrikën e kemi këtu, e kemi minorin me të. Minorin me i 30 vjetë. Shikoj moshat e reja që kanë bo, Allah i dhasht hajrë të imetit me kriju generata të reja na, me ju theksua, me imsua, me inxit, me motivu, që më arë dikush prej tyne më dhanë. E që i pari prej tyne, po e theksoj, Erkam ibn Abil Erkam, 16 vjeqar, e ka pranu fen islame edhe kalshua shtëpinë e vetë për me bon davetin në Mekke. Edhe bon davetin në shtëpinë e Erkam ibn Erkamit në Mekke 13 vite në radhë. Në raste shumë specifike të vështira të Mekkës, dushmanët përrit me një kam veç me shkatrua, ai nuk të trajnë fare, qysh në moshën 16 vjeqare e kalshua shtëpinë për davet. E në Mekke me lëshu shpinë për davet, do të ballafaqohesh me Ebu Gjehli.
dhe në ballafaqu, mos ma zgatna historie është, ato I lexoni vetë. Numër 2, Talha ibn Ubejdillah, 16 vjeçar, ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pranuar Islamin edhe ka thonë ja Rasulullah, o betua, unë jam fida për ty, dhe më thonë japi shpirtin veç ka kam, lijohëm për ty ja Rasulullah, jam fida edhe në luftën e Bedrit, edhe të Uhudit, ai është marrë vetëm me mbrojtjen e shpinës Resulullahit, mos t'i vjen e donishi gjetë në namaz, e ta dëmtoj Resulullahit, ai kënë në shpinë ka mos. Në moshën 16 vjeç. I treti, Zubair ibn al-Awam, 15 vjeç që ka pranuar fenë islame, është I pari në luftën e Bedrit, është I pari që e ka nxjerrë shpatën me ne kërshit të shpatën. Qëtë mosh? Aty ka pas burra qërë, aty ka në Bubekri, aty ka në Osmani, aty ka në Rimeri, burra. Kënë qëtë mosh, I pari është, që I ka njëven e që nazmija. Na 15 vjeç, fëmijët tonë 15 vjeç, gojën e kanë në çokolada, në keqapa, në majoneza. Ja Rabbi. I 4 dhe I 5 janë edhe më të çuditshëm. Muadh ibn Amr, 13 vjeç. Muadh ibn Afra, 14 vjeç. Këta të dy luftën e Bedrit, çka bëjmë? Me zvetin. 13 vjeç, 14 vjeç. Ka thënë Isa Abba, cili janë ai që munoi ke Resulullahin e Bujehlit, cili janë? Se kanë gjotë të fëmijë. Që aja. Të përrëtëbit në shpata e qitën prej kalit e Bujehlit, e qitën në tokë. E mas e kanë vranë në tokë që kara, njën unë e qetëri unë, njën unë e qetëri unë, Resulullah edhe të ditë e këni vranë të ditë. Kokën e Bujehlit e ka barë përveshit Abdullah ibn Mektum, e ka barë që ka qurë, po me vrasën e kanë bo, që ta dy qunët e rritë. Du me kaltua prej ashabëve qëfar triba ka pasë. Mandaj 6 Zeid ibn Thabit, 13 vjeçar. Zeidi ka qenë qatipi, shkrusi I shpalljes Kur'anit, që ka shkru Kur'anit që ka kujt, edhe ka qenë përkthyesi Kur'anit, mutërgjim Kur'anit të ri. I 7 Muhammed ibn al-Qasim, ki 17 vjeç, e ka marrë komanda në shtarake të muslimanëve edhe ka çliruar Sindin. Sind është diku në lindjet e Iranit, në Azijë të madhe këtë kish. Në emnin e sodit nuk e di shtetit, mundet më thonë Turkmenistan, që dishvat në gjashme, Sind, Biladës Sind. 8 Sad ibn Abi Waqqas, në moshën 17 vjeçare Sadi, ka qenë ushtarak në Qin, edhe ka hynë luftën më të rrezikshme që kanë pas musliman, e ka thënë luftën e Qadisijës. Luftën e Qadisijës, për hinë me këshyrë, jesish, në film të inqizuar me hinë me këshyrë, 5 sahat jesish, ta. Se I kanë filmuar ka gjona, në këtë moshë. Usama ibn Zeid, në moshën 18 vjeçare, pranon Islamin edhe bëhet udhëheq ushtrim kundër rëmakëve. Rëmakët kanë jetuar në Biladë Sham, këto pjesët e Jordanit, Sodit, që janë e Sirisë, e Libanit. Ka udhëheq luftën e
kundër rëmakëve. I 10 është pak ma vonë. Harun al-Rashid, një prej khalifëve shumë të drejtë, që i ka dashur uleman shumë. Harun al-Rashidi, edhe ka qenë khalife i drejtë shumë. Po du më kallëzovesh se sa të shkurt për gruën e tij. Gruaja e khalifës, gruaja e Harun al-Rashidit, kur ka pashi gardishulli arabik s'ka lume, s'ka kurrën, me parat vetët, me arin e vetë, me ka bon çka ka bon, ja ka qu kanalin prej Irakit, prej Bagdadit, ja ka qu Mekës. Atëherë e sot, kur shkoni atje, ishihni ka Arafati, ka Muzdelifa, kanalin e përbjesh kishecë. I ujit, sa, dikur 1700 kilometra, me mjetë e çfarë. Masnaj, kur o dëmtua edhe njëherë, masnaj prap një grua me pasunit vetën, e ka bon qëtë punë. Që mos më met popullit gardishullit pa ujë, për shkak punës, ose mos më met pa ujë për shkak pasurisë. Shtu kanë bo punët. Gruaja Harun al-Rashidi. E Harun al-Rashidi, për të flitet shumë mirë, ka pas njëri, s'ka gjatë të keqe që s'ka, khilafetin e ka pas të Abasit, masë me vive ra pushtetin zorën Abasive, këta fisimat Abasit, e këta Abasit të një kanë jetë shumë, në kohën e këtyre në zatën, u qelë Spanja, Franca, Portugalia, disa Afrikës e Mori, Azia, shkojnë Kinë, shkojnë Indi, Islami. Në moshën 20 vjeçare, kjo bon khalife, që dhe qëfar moshë të rejë. Kjerë dhe më thonë, në mesin e kretë të muslimane, këtë ka pas pjekurien e kanë zmjetë khalife. Pa pjekuri në zmjetë shalën. Edhe i fundit, i 11 është. I 11 është Sultan Fatihi. Sultan Fatihi, në moshën 14 vjeçare, e ka marrë pushtetin Osmanli vendor. 14 vjeç. Në moshën 21 vjeç, ka hinje, ka pushtua, e ka qlirua Konstantinopolin, Istanbulin. E ka marrua topin e madhë, kush do me hinë histori ma shumë pak, e ka marrua një top. Atë top ja kanë marrua një mjeshtër i Hungarisë, i Maxarskës. Qaq të madhë dhe ka marrua atë topin, i ka thonë sa pushton s'ka rëndësi, ti veç me bon. Sa i mjeshtër shumë i fortë, pastaj e ka muslimona i person. Qaq që ka bon të madhë të mirë, ama po duhet 100 kual me ngre atë top, edhe 100 ushtarë të fortë me një muë. Rrugët nuk janë të asfaltuar atje dhe sa në rane. Mirë, po kur ka ardhë këtu, kalat e Konstantinopojës, ai topi si ka bëjt hiç, pa vësë. Ka fshi, ka histori të gjanë për ta më knashë me lezuar. Që ka marrua, e sa i ka kushtua, edhe sa qetën e ka punua, ka se i pari për mo, i sukses shumë, vendem dytin e të disa copa. Firinien është që të kanë mërë në këti Kralj Nikolës. Kretë kush do të ndiqni, kjo kje fundi, ju përshëndes, këson të jemi në iftarin e Arafatit, një 2-13 vetë, ju përshëndes bëjtë i vendit, selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, e inshallah shifim.